Të dashur teleshikues, ju përshëndes. Fillojmë lajmet në televizionin 4+. Mesh për të nderuar Papa Franceskun u mbajtë e njëjtë në Kishën Katolike Pietri dhe Pali. Don Pavlini dhe besimtarët e shumt katolik u lutën për Papa Franceskun. Në Kishën Katolike të Shenjtëve Pietri dhe Pali në Lushnjë, këtë të njëjtë është mbajtur një mesh për shpirtjeje për nder të Papa Franceskut. Meshën e drejtoi Don Pavlini, i cili theksoi se ndarja nga jeta e përkohshme dhe kalimi në jetën e përhershme të Papa Franceskut ndodhi një ditë pas festimit të Pashkëve dhe Zoti e thirrri që t'i bashkohej. Zoti e ka thirrë tek vetja, pra që të jetoj pasi ka jetuar Pashkët me to, që të jetoj Pashkën në plotësinë e tyre në qiell, pranë Zotit, të cilin aq shumë e ka dashur dhe që çet jetën i ka shërbyer. Ndaj edhe ne si bashkësi e krishterë, si familji, edhe pse një bashkësi e vogël, kemi dëshirë që t'i bashkohemi mbar kishës në lutje për shpirtin e Papës tonë, në mënyrë që vërtet Zoti ta pranojë në mëshirën e vet, në mbretërinë e vet të paqes e të dashurisë. Ndërkohë besimtarët e shumt që morën pjesë në këtë mesh ndezën qërinj pranë portretit të Papa Franceskut dhe u lutën për të. Na ka ardhur shumë keq për vdekjen e Papës, se ishte një nga papët, nuk di si ta them, unë kam 33 vjet në Itali, kam njohur edhe Papa Wojtilën ja. Po ishte një nga papët çdo të diel në meshën e të dielave, fliste. Mesha ishte pothuajse vetëm për të varfrit edhe të sëmurët, sidomos për fëmijët edhe për bullizmin. Ishte një nga papët që luftoi bullizmin, si ta them tjetër me fjalë më të përshtatshme, me fjalë për fëmijët që bullizoheshin nga të tjerët ose për fukarejtë të gjithë, ishte në mbrojtje sidomos edhe të sëmurëve. Edhe na ka ardhur shumë keq, unë kisha pak kohë pa ardhur në kishë, me njoftimin që më bëri Don Paulini dje, nuk mund të rria dot pa ardhur për vdekjen e Papës. Po të kisha qelluar në Itali, do kisha vajtur patjetër në Rom, t'i bëja një omazh Papës, Papa Franceskut. Ne si krishterë jemi së duke lutur për shpirtin e tij dhe për gjithë popujt të krishterë në botë, që të kenë paqe dhe të lutën për shpirtin e tij. Aksidenti ku përplasën 3 automjete ka ndodhur tek kryqëzimi i pushimit të shoferit, një kryqëzim që shkakton aksidente të shumta edhe me pasojë vdekje. Aksident ku përfshin 3 automjete ndodhi në autostradën Lushnjë-Fier te kryqëzimi i pushimit të shoferit. Ndonë se janë përfshirë 3 automjete në këtë aksident, ka patur vetëm dëme materiale dhe fatmirësisht nuk ka patur pasoja për drejtuesit e tyre. Në vend ngjarje kanë shkuar uniformat blu të qarkullimit që kanë dokumentuar ngjarjen dhe kanë ndihmuar në disiplinimin e trafikut. Ka mjaftuar vetëm ky episod që në autostradë të krijon radhë të gjata kilometrike automjetesh. Për minuta të tëra, drejtuesit e mjeteve që lëvizin në autostradë kanë pritur për të kaluar në këtë nyje kaq të rëndësishme kombëtare. Pika të zeza në trafikun rrugor mbeten jo vetëm ky kryqëzim, por edhe disa të tjerë në autostradë dhe ky është vetëm fillimi i sezonit veror, ku edhe këtë verë pritet sërish qarkullimi lart mjetesh në autostradë. Sado masa të marri policia e qarkullimit rrugor, e cila ka rritur intensitetin e veprimeve të saj në akset rrugore, këto do të ishin të pamjaftueshme nëse nuk shoqërohen me vëmendje të shtuar të drejtuesve të mjeteve që qarkullojnë nëpër rrugë. Kryesorja pra mbetet edhe duhet të jetë vëmendja dhe përqendrimi i drejtuesve të mjeteve dhe të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor. Kryeministri Edi Rama në takimet me bizneset në Velipoj u shpreh se kjo është ndër zonat më të bukura që meriton zhvillim të turizmit dhe standardet më të larta të Evropës. Kryeministri Edi Rama zhvilloi një takim me bizneset në Velipoj, ku u shpreh se kjo është ndër zonat më të bukura dhe meriton zhvillim të turizmit me standardet më të larta të Evropës. Rama foli për përmirësimin e infrastrukturës duke përmendur projektet që janë në proces, si akti Milot Baldren dhe Milot Muriqan, si dhe problemet burokratike me palën malazeze për urën lidhse.
Kryeministri Rama foli edhe për ngritjen e një infrastrukture moderne hotelerie dhe tregoi projektin që do të lidh zonën e Talës me Bregdetin përmes rrugëve të brendshme si dhe ndërtimin e bypassit të Shëngjinit. Kemi shumë akoma mundësi për të krijuar një infrastrukturë hotelerie dhe infrastrukturë mikpritje shëmbullore, duke përfituar nga eksperjenca e krijuar, por dhe nga eksperjenca atyre që kemi tërhequr në këtë vallën tonë të europianizimit dhe të modernizimit të Shqipërisë. Pirini e tha, jam shumë dakord, si gjithmonë në fakt me Pirinin, po në këtë rast jam shumë dakord që kjo është një nga zonat më të bukura të Europës, nuk diskutohet. Dhe kjo meriton një zhvillim me standardet më të larta të Europës. Dhe këtu ne besoj bijem në ndërkohë që për sa i përket rritjes më të mëtejshme të mbështetjes nga ana jonë, ishim me Beneti, me prefektin përpara se të vinim këtu tek kantieri i në stacionit të ri të Velipojës, është në përfundim, do të jetë në funksion në fillim sezonit, sepse nevoja për të rritur kapacitetin e furnizimit me energji është shumë e madhe, pasi ngarkesa është bërë shumë e madhe. Dhe në ndërkohë, i dua t'ju informoj juve të Lezhës që projekti për në stacionin e ri në Lezhë është gati dhe do të filloj dhe ai në Shëngjin, e drejt, është gati dhe do të filloj dhe ai nga ndërtimi. Ashtu si kundër kemi me Fondin Shqiptar Zhvillimit edhe projektin e fuqizimit të rrjetit në Alpet, që do të preki të gjitha pikat ku tani më ka filluar të çel dhe të lulëzoj si në theth një turizëm me një të ardhme të jashtëzakonshme. Kështu që plani është që të dy këto në stacione të mbështesin jo thjesht nevojat e sotme, por të mbështesin nevojat për shumë vite, duke pas parasysh edhe investimet e reja që ju e po përgatisni të bëni. Në ndërkohë është e vërtet, me Milot Baldrenin kemi pasur disa vështirësi që kanë qenë të lidhura me procedurat, pasi na është dashur ta ribëjmë garën për arsye të gjitha standardeve dhe kriteret vendosura. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha zhvilloi sot një takim me studentët e Fakultetit të Mjekësisë, ku prezantoi programin e Partisë Demokratike për arsimin e rinin dhe shëndetësinë. Berisha e quajti situatën e mjekësisë në vend një rrokullisje që tejkalon imagjinatën. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha sot në takimin me studentët e Fakultetit të Mjekësisë prezantoi programin e tij për arsimin e rinin dhe shëndetësinë. Në fjalën e tij për sistemin shëndetësor shqiptar, ku përmendi dhe eksodin masiv të mjekëve dhe studentëve të mjekësisë, ai tha se vendi është në një rrokullisje që e tejkalon imagjinatën. Në vitin 2013, Shqipëria kishte një mjek për çdo 600 banor, ndërsa sot ka vetëm një për 1100 banor, kur Bashkimi Evropian ka një për 300 deri 350 banor, u shpreh Berisha. Shëndetësia mori goditjet më të rënda 4 vitet e fundit. Egzodi i mjekëve u bë masiv, që 100 ditë të parat të kemi vendosur minimumin jetik. $6.3 euro në ditë. Është i kalkuluar nga ILO dhe avokati i popullit. Kjo është vlera e cila quhet jashtë varfërisë ekstreme. Me këtë paket të 200 eurove për çdo pensionist, për çdo të papunë, për çdo njeri në ndihmë ekonomike, për çdo student me bursë, për çdo fëmijë jetim me një prind. Ne përjashtojmë varfërinë ekstreme nga Shqipëria në vendet antarët Bashkimit Evropian. Nuk ka varfëri ekstreme. Pse nuk ka? Sepse japin. Sepse disbursohet para. Dhe
u garantojnë si pas nivelit, se cili vend garanton një pagë në të cilën nuk merr asnjë qytetar. Projekti ynë i Shqipërisë madhështore parashikon një transformim tërësor të arsimit dhe të shtetësisë. Ne vendosëm që 100 ditë të parat të kemi vendosur minimumin jetik. $6.3 euro në ditë. Është i kalkuluar nga ILO dhe avokati i popullit. Kjo është vlera e cila quhet jashtë varfërisë ekstreme. Varfëri është, por jo ekstreme, se ekstreme është ajo që nuk të garanton as minimumin jetik. Berisha foli gjithashtu edhe për rritjen e varfërisë, mungesën e ushqimit, pensionet e ulta, arritjen galopante të çmimeve dhe vështirësitë ekonomike të pensionistëve. Ai e mbylli takimin me një thirrje për studentët që të jenë pjesë e ndryshimit dhe e cilësoi rinin shqiptare si potencialin më të madh për të ndërtuar një Shqipëri më të drejtë dhe më humane. Bëri veprime të turpshme ndaj mbesës së tij të mitur, arrestohet në Fier 55 vjeçari. Ndalohen edhe 3 shtetas dhe shpallet në kërkim një tjetër për vepra penale të ndryshme. Shërbimet e Komisariatit të Policisë Fier arrestuan shtetasin VG 55 vjeç, pasi dyshohet se ka bërë veprime të turpshme ndaj mbesës së tij të mitur, pas kallëzimeve të marra dhe hetimeve paraprake që e lidhin atë me ngjarjen. Gjithashtu specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor arrestuan në flagrancë shtetasit MM 25 vjeç, banues në Roskovec pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur, dhe AZ 19 vjeç, banues në Fier pasi u kap duke drejtuar automjetin pa leje. Kurse specialistët për hetimin e krimeve ekonomike financiare referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasit AG 47 vjeç, banues në Elbasan, pasi dyshohet se ka poseduar për disa vite në kundërshtim me ligjin një automjet që nuk ka qenë në pronësi të tij. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Mallakastër referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasen ESH 45 vjeçe, banuese në Ballsh, pasi bashkëshorti i saj ka kallëzuar se ajo është larguar nga banesa dhe ka braktisur fëmijën e tyre të mitur. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashk, mirupafshim.